Me instrumente në duar, mimika të buzëqeshura dhe hapa të vegjël e hapën natën koncertale njëri pas tjetrit antarët e Orkestrës së Operës së Kosovës. Salla e ateljes në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë u mbush me spektatorë të cilët kanë ardhur ta përcjellin performancën e pianistes Lule Elezi, e cila bashkë me orkestër nën dirigjimin e Oleg Arapit kanë marrë trokitje të pafundme. Ky që koncerti i radhës që organizon Opera e Kosovës, e cila është themeluar më 2021 dhe ka përcjell deri tash koncerte e produksione të ndryshme, si dhe veprën e parë operistike kosovare Goca e Kaçanikut, kompozuar nga Rauf Dhomi. Misioni parsor i operës është që të edukojë përmes programeve që grumbullojnë të rinjt me artin operistik dhe jep mundësi për krijimin e hapësirave për zhvillim profesional të brezave të rinj. E koncerti i radhës që historik edhe për një arsye, Lule Elezi e dëshmuar ka herë është e para soliste në koncertin e operës. Lule Elezi është pianiste e njohur për interpretimin e fuqishëm, e njëkohësisht delikat, e vlerësuar ndërkombëtarisht si virtuoze dhe interpretuese me shumë ndjeshmëri, veçanërisht ndaj veprave të kompozitorit Frédéric Chopin. Me një karrierë të pasur koncertale si soliste dhe antare e ansambleve kamertale, Elezi ka performuar në një numër të madh vendesh anë mban botës dhe ka bashkëpunuar me dirigjentë të shquar si Toshio Yanagisawa dhe Bojan Videnov. Pianistja Elezi ka shprehur emocionin dhe krenarinë e thellë që ka përjetuar gjatë një prej mbrëmjeve më të rëndësishme të karrierës së saj muzikore, jo vetëm për rëndësinë simbolike dhe artistike të këtij bashkëpunimi, por edhe ndjesinë e veçantë që i dha dirigjenti Oleg Arapi, me të cilin ka ndarë skenën edhe më parë në Tiranë e Prizren. Ishte një mbrëmje madhështore për mua sonte, një nga mbrëmjet më të veçanta të karrierës sime, nga që isha solistja e parë instrumentiste që performova me orkestrën e mrekullueshme të Operës së Kosovës në dirigjimin fantastik të maestro Oleg Arapit. Ishte një ndjesi vërtet e veçantë. Me maestro Arapin kam pasur kënaqësinë të bashkëpunoj edhe më herët me koncerte që i kemi mbajtur në Tiranë e Prizren dhe gjithmonë e vlerësoj maksimalisht punën e tij të palodhur dhe shumë profesionale. Pas performancës së saj në piano, orkestrës janë bashkuar sërish instrumentistët frymor, duke i dhënë një ngjyrim tjetër pjesës së mbetur të programit me pjesët Carmen Suite No. 1 dhe Uvertura Light Cavalry. Gjithmonë në dirigjimin e Oleg Arapit, me karrierë të shquar ndërkombëtare, ka njohuar meloditë në harmoni të përsosur. Me një repertor të gjerë që përfshin kryevepra simfonike dhe operistike, ai ka dirigjuar mbi 200 koncerte në mbar botën dhe ka bashkëpunuar me solistë të njohur shqiptar dhe ndërkombëtar. Dirigjenti Arapi ka treguar përvojën e tij në këtë koncert duke i quajtur përgjegjësi të madhe drejtimin e orkestrës, në mënyrë që të realizohet koncerti sa më bukur. Po të dalësh para një orkestre si kjo kaq e mirë, me këta instrumentistë kaq të mirë, kaq të rinj, që kanë vullnet të punojnë, valla ishte një përgjegjësi shumë e madhe, sepse unë do të jepja maksimumin, atë që dia kuptohet, në mënyrë që të arrijmë dhe të realizojmë një koncert sa më bukur. Dhe mendoj që arritëm qëllimit sepse do të tërkytjet e publikut e vërtetuan këtë. Me duar trokitje, ende pa bitisur tingujt e fundit të koncertit janë përcjell performuesit, të cilët janë bashkuar me koleg artist nga të gjitha fushat e artit për të marrë komplimente. Dirigjenti, i cili ka një karrierë të gjatë në RTS, ka rikujtuar se ky nuk është bashkëpunimi i parë me pianisten Elezi dhe është shprehur i kënaqur me vlerësimin e koncertit nga publiku. Unë me Lulen kam bërë, po ky ishte bashkëpunimi 5 këtë vim me Lulen. Kemi bërë të parin në vitin e shkuar në Prizren, në kuadër të lidhjes Prizrenit. Pastaj kemi bërë 3 aktivitete të tjera në Shqipëri, me orkestrën e RTS-s, dhe ky është bashkëpunimi 5. Kemi përpara dhe bashkëpunime të tjera që i kemi planifikuar tashmë,
jo vetëm në Shqipëri, po edhe mendoj edhe në Itali. Luli është një pianist e jashtëzakonisht e mirë dhe mendoj që këtë gjë ja tregoj publikut. Dhe unë jam i kënaqur pikërisht se thashëm përpara që publiku e vlerësoi koncertin. Në momentin që publiku do të rket e mirëpret koncertin, unë kam bërë detyrën time së bashku me gjithë orkestrën. Ky koncert ishte një dëshmi e fuqishme e përkushtimit që Opera e Kosovës ka ndaj ngritjes së standardeve artistike dhe afirmimit të talenteve vendore. Ndërthurja e përvojës ndërkombëtare të dirigjentit Oleg Arapi me interpretimin delikat e plot ndjenjë të pianistes Lule Elezi krijoi një natë të magjisë muzikore. Me këtë natë koncertale u vërtetua edhe një herë se arti nuk njeh kufi dhe se Prishtina, përmes institutit të ri të operës, po shndrohet në një piktakim të denjë të talenteve të mëdha. Mbushur me emocion, koncerti që jehon për fuqizimin e artit të muzikës klasike në Kosovë.